Drujnë të thyer, mbeturina në përrrugë dhe veranda të shkatruara. Këto janë pasojat që i lanë në rajonin e Pollogut era e fuqishme e ditës së djeshme. Në qytetin e Tetovës më të dëmtuara janë pemët tek qendra sportive. Nga komuna e Tetovës thonë se ende nuk kanë informacione për dëmin e shkaktuar nga era e fuqishme. Lume Hysenin nga kabineti kryetarës së komunës së Tetovës thotë se deri më tani sipas informatave që kemi nuk kanë të paraqitura dëme, por me siguri kjo ndodh shkaku se është e diel dhe nuk kanë ku t'i paraqesin. Për javën e ardhshme persona do mund t'i paraqesin dëmet e tyre në komunë dhe komuna do të formojë me këtë rast një komision për vlerësimin e dëmeve. Për shkak të erës së fuqishme, rrugët e Tetovës janë mbushur me mbeturina, ndërsa nga ndërmarrja publike thonë se gjatë ditës do të largojnë të gjitha mbeturinat dhe pemët e thyera. Institucionet përgjegjëse rekomandojnë qytetarët që rrugëve të lëvizin me kujdes. Era e fuqishme që ka plojnë një pjesë të territorit të Maqedonisë ka lëvizur me 75 km/h. Nga enti hidrometeorologjik paralajmërojnë temperatura më të ulta gjatë ditës së nesërme.